10, 20, 4.000, 5.000, 400 pra s'ka rëndësi. Do hynë. Atëherë Izraeli thotë do ta marrin parasysh dhe Arabia Saudite humbet primatin në Gaza dhe do të kërkojë të ndryshojë. Pra, ta përdorin si kundër balans në Arabi Saudite dhe ndaj vendeve të tjera, prezencën e turqëve. E dyta, po e përdor prezencën e turqëve për të testuar Erdoganin, pra në aspektin se Erdogani tashmë do të ketë zgjedhjet vitin njëmi, pra ka probleme të brendshme. Po. Dhe në momentin që ti ja lejon këtë, në momentin që ja lejojnë Erdoganit të, normalisht do të kërkojnë koncesionet të tjera për të lejuar trupat, koncesionet që do të jenë bërë me dyert të fshehtë, me dyert të mbyllura dhe pas kuintave. Pra marrëveshje të fshehta që mund të bëjë nesër Turqia me Izraelin dhe që Izraeli do të kërkojë Turqisë për të lejuar këtë në mënyrë që Erdogani ta përdori futjen e trupave për fushat elektorale, duke thënë që shiko, ne rikthyem sërish pas 105 viteve, i rikthyem sërish forcat tona në Palestinë. Dakor. Pra, të gjitha aspektet, po përdoret politikisht nga ana e Izraelit për të arritur qëllimet e veta dhe me të tillë udhëheqës, qoftë arab, qoftë jo arab, siç është Erdogani, që nuk kanë asnjë lloj parimi, ku atyre ju dhimbset vetëm karrigja e pushtetit të tyre, asgjë tjetër. Izraeli e ka shumë të lehtë me këta që ti përdori siç los fëmia. A nuk është i legjitimuar Izraeli siç los fëmia me kukulla? A nuk është i legjitimuar Izraeli drejtan sepse Turqia e njeh Hamasin dhe për Izraelin Hamasi duhet çarmatosur dhe frika e Izraelit. Nuk ka legjitimim në këtë aspekt, pra se edhe Katari njeh Hamasin, biles edhe në Katar ka zyra, Katasi ka negociuar për Hamasin, ka zyra e Hamasit janë Katar që për prezencën e ushtarëve. Pra nuk po edhe Katari do të sjellë ushtar. Pra për Katari nuk e ka kundërshtruar. Katari nuk është kundërshtuar, është kundërshtuar vetëm Turqia për të përdorur politikisht, pra nuk ka të bëjë me çështjen e Hamasit, ka të bëjë me çështjen e përdorimit politik nga ana e Izraelit për të arritur qëllimet e veta, për të nënshtruar të gjitha këto vende. Dhe të gjitha këto vende do të nënshtrohen sepse udhëheqësit e këtyre vendeve janë të nënshtruar tashmë, sepse janë nënshtruar pushtetit tyre. Në moment që i nënshtrohesh pushtetit tënd, automatikisht ai tjetri ka shumë kollaj për të nënshtruar për pushtetin e tij. Ndërkohë, Dritan, në Wall Street Journal lexoi, domethënë që Shteti Islamik po ringrihet përsëri duke mbushur boshllëkun e lënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ndodhur një episod në Siri ku 2 ushtarë të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sulmuar nga militant të Shtetit Islamik me AK-47 dhe kanë mbetur të vrarë. Ajo çfarë thotë gazeta? Është këtu regjia se harrova do ta nis pastaj. Çfarë thot gazeta që u përmendet, është një episod i vogël në këtë që ndodh për ditë. Pra, Shteti Islamik është zhbër, por ka grupe që kanë mbetur nga Shteti Islamik, të cilat pretendojnë se mund ta rindërtojnë sërish Shtetin Islamik dhe kryesisht janë në veprim vetëm në Siri, pra nuk janë jashtë Sirisë veprimet, për shkak se Siria ka një territor të madh, kryesisht territorit që ndodhet është në shkretir, është pothuajse i pakontrolluar, pra nuk ka kontroll. Atje ka grupe të tilla të cilat funksionojnë. Dhe ky nuk është incident i vetëm, pothuajse çdo javë ka pasur një incident, nuk e di arsyen pse gazeta ka zgjedhur. Jo, po kjo është fakti që e zgjedh Wall Street Journal këtë incident, nuk e di arsyen, por mund të ai thot por i mbush, domethënë pretendon që SBA-t po largohen nga territori dhe por i mbushet nga shteti i ISIS. Kjo është Wall Street Journal. SBA-t nuk janë duke u larguar nga territori, realiteti është që nuk janë larguar nga territori. Biles para 2 javësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë edhe ndrimin e trupave që kanë qenë në Siri, pra është bërë ndrimi i trupave, forcave, ka sjell disa mjete vazhdojnë të mbeten atje. Vazhdojnë të mbeten atje, nuk janë larguar, pra nuk kemi asnjë deklaratë për largim dhe as tentativë për largim të forcave amerikane nga territori. Ka pasur një incident më të madh për të cilin duan që të heqin vëmendje, pra them për këtë arsye janë duke bërë këtë sepse tashmë këto mediat, shumica e mediave janë kthyer propagandë për të hequr vëmendjen asaj çfarë ndodh në realitet. Para 3 ditësh ka pasur një përplasje të madhe midis forcave të reja të sigurisë të shtetit sirian, pra të qeverisë siriane të Ahmed al-Sharës, me disa grupe xhihadiste në Idlib që i përkasin xhihadistëve europian, pra xhihadistët e huaj që janë ardhur. Dhe përplasja ka qenë në Idlib, ka pasur 2 ditë për leshje me armë. Tentativa ka qenë nga këta për të arrestuar kryetarin e një grupi të xhihadistëve i cili është me origjinë franceze dhe është i kërkuar nga autoritetet franceze me kohë gjatë. Regjia po ta sjell foton. Kur ka ndodhur kjo përplasje, që ka ndodhur 2 ditë dhe më pas është ndërprerë përplasja, janë të rrequr nga kampi ku ndodheshin këta forcat
dhe edhe grupet e tjera xhihadiste, kryesisht ujgurët, që përbëjnë grupin më të madh xhihadist të huaj që ndodhen në Siri dhe që kanë marrë pjesë në luftën në Siri, kanë dalë në përkrah të këtij grupi tjetër xhihadist dhe kanë kërcënuar qeverinë Ahmed al-Sharës, që në rast se do të vazhdojë në mënyrë të tillë, neve do t'i bashkojmë të gjithë grupet xhihadiste kundër qeverisë së al-Sharës, për arsye se kanë akuzuar që Ahmed al-Shara ka marrë përsipër në vendet europiane dhe i vetmi vend europian që ka vizituar është Franca, që ta zgjesojë të gjitha grupet xhihadiste të huaja që ndodhen në Siri. Pra ata e akuzojnë për këtë gjë. Dhe kjo ka qenë një luftë e bërë dhe kjo gjë do thotë që autoriteti i al-Sharës është i lëkundur, pra nuk ka autoritet, dhe për të mbuluar këtë mungesën e autoritetit nga këto grupe xhihadiste, të cilat fuqishme, atëherë zgjedhim një ngjarje që ka ndodhur të pavlerë, sepse po pse nuk ka mundësi që të rikthehet ISIS në do territore drejtan në këto zhvillimet e mëdha tektonike që vonodhin gjeopolitik? Jo, nuk ka mundësi të rikthehet ISIS vetëm në rast se, si thash, pra kjo përplasje që ka ndodhur para 2 ditësh midis këtyre grupeve xhihadiste që janë pjesë e ushtrisë siriane. Janë aktualisht janë pjesë ushtrisë siriane, janë pjesë e divizionit të 80. Se janë bërë, janë shkrirë, janë futur brenda tyre, po jo shtetërore, ushtrisë shtetërore siriane, por nuk janë shkrirë si grupe, pra ekzistojnë si grupe, po brenda ushtrisë. Pra janë pjesë e ushtrisë, nuk janë në vete. Në rast se këto grupe nesër shkojnë në një përplasje me qeverinë e al-Sharës, atëherë automatikisht kemi ringritje të ISIS-it. Por ringritja e ISIS-it nuk vjen nga një sulm në shkretir me vrasjen e 2 ushtarëve të qeverisë. Jo, ideja është simbolika. Dakord jam me ty, po a jemi jo, nuk jemi. ISIS-i në këto kushte. Islamic State rises again, filling the void. Jo, ISIS-i në këto kushte, pra në rast se nuk i përkrën, në rast se nuk i bashkangjiten grupet xhihadiste të huaja, të cilat janë pjesë ushtrisë, ISIS-i nuk ka mundësi të ringrihet dhe nuk ka mundësi të ringjallet. Nga pikpamja gjeopolitike po thuat nuk ka asnjë vlerë, nuk prodhon asnjë gjë dhe nuk ka asnjë vlerë. Ka më shumë vlerë kjo përplasja që thash, se sa jo sepse kjo përplasja cënon autoritetin e qeverisë siriane dhe të al-Sharës vet. Dhe nuk është çudi që këto përplasje të brendshme të jenë të nxitura nga qarqet të jashtme, pra si është Izraeli ose Turqia, për t'i bërë presion al-Sharës për marrëveshje ndryshme që ai ka filluar të bëj, qoftë me Rusinë që diskutuam, qoftë me Francën, qoftë me Amerikën, pra dhe që lën jashtë Turqinë të pra jashtë. Shenja të shfaqjes së pakënaqësisë. Pikërisht për arsye se përplasja ndodhi 2 ditë rresht në Idlib dhe Idlibi është një qytet i cili është nën kontrollin e turqëve. Po, prandaj është dhe këtu e shoh si problem. Unë them që e pakënaqur me marrëveshjen që al-Shara kishte në Moskë. Me Moskën për rivitalizimin dhe ringritjen e ushtrisë siriane, pra që ajo të ngrihet nga ana e Rusisë dhe jo të ngrihet nga ana e Turqisë. Pra, kemi një lojë gjeopolitike të brendshme për interesa gjeopolitike të jashtme. Dakor. Jo, unë kur del Wall Street nuk mund ta injoroj, domethënë këtë rikthimin e ISIS-it. Po, nuk është por po tha është një lajm për të rrequr vëmendjen nga lajmi kryesor. Dritan, ndërkohë si e shikon situatën e Iranit tani më që edhe në fakt duhet ta diskutonin pas diskutimit në lidhje me vendimin e Trump për të vendosur sanksione mbi Rusinë, po si e vlerëson rolin e Iranit? Domethënë, a rrethësisht shkruan se Irani duhet zgjedh ose të pozicionohet pranë Trumpit ose pranë Putinit. Pra, si e vlerëson në rastin konkret? Shiko, ajo çfarë arresi bën është vazhdimësi e kërcënimeve që është duke folur me gjuhën e shtetit e këtij qeni pekinez të Amerikës, është duke folur Izraeli. Pra, po flet gjuhën e shtetit Izraelit dhe qeverisë izraelite. Vazhdon kërcënimin ndaj Iranit, pra kërcënim ndaj Iranit që zgjidh atë. Ndërkohë që në rast Irani e ka zgjedhur Irani e ka zgjedhur, ka kohë që e ka zgjedhur. Pra Irani ka kohë që e ka zgjedhur dhe ka bërë edhe marrëveshje sigurie me gjitha me Rusinë, edhe vazhdon edhe implementimi këtyre marrëveshjeve të sigurisë dhe ka thelluar këtë marrëveshje edhe në fusha të tjera me Rusinë. Irani e ka një gjë të qartë që me Shtetet Bashkuara të Amerikës ata nuk do të ulen më dhe nuk mund të ulen për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Trumpi nuk janë as aktor dhe as faktor të besueshëm. Pra nuk kanë më besueshmëri në lindjen e mesme Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qoftë me atë që ndodhi me Iranin, pra që në bisedimet, qoftë me atë që ndodhi me Katarin. Ajo që ndodhi me Katarin
i vërtetoi Iranit edhe më tepër, pra në rast se kishte zëra brenda Iranit deri në atë moment që mendonin se mund të riulemi sërish me Shtetet Bashkuara të Amerikës tavolinë, me atë që Izraeli bëri ndaj Katarit, i cili është totalisht një vasal i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i mbrojtur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur në Katar ndodhet baza më e madhe amerikane në lindjen e mesme, baza Al-Udeidës. Kjo i bindi të gjithë iranianët që me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të ulesh më dhe të bësh bisedime sepse janë të pabes. Dhe për këtë arsye ata e kanë zgjedhur me kohë këtë, por kjo është pjesë e kërcënimit që Areci bën në emër të qeverisë izraelite ndaj, pra në momentin që juve nuk zgjidhni Trumpin, atëherë neve do t'ju sulmojmë pse nuk zgjodhët Trumpin. Dakor, ndërkohë Dritan se më ktheve te Arabia Saudite, ka kërkuar dhe Arabia Saudite, se më kujtove me këtë lajmin për marrëveshjen e mbrojtjes e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Katarin. Dhe Saudia sikur po tenton që të ketë të njëjtën marrëveshje, nuk di a ke dëgjuar, po kam dëgjuar edhe sauditët që kërkojnë të njëjtën marrëveshje, po të dyja marrëveshjet janë të pavlera. Absolutisht të dyja marrëveshjet nëse arrihet, siç është ajo e Katarit, edhe tjetër është e pavlerë, për arsye se në rast se është një marrëveshje pa vlerë, për aspektin se Katari nuk hyn në luftë me Iranin, sepse nuk ka kapacitet të bëjë luftë me Iranin. Pra, në rast se Irani sulmon Katarin, nuk ka sulmuar Katarin, ka sulmuar bazat amerikane në Katar. E qartë, por qëllimi i kësaj marrëveshje është që për ta futur Katarin në këtë lojë, pra në aspektin që nesër Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se po të mos jetë kjo marrëveshje, pra në moment që Shtetet Bashkuara të Amerikës e sulmojnë Iranin së bashku me Izraelin, Izraeli do t'i kundërpërgjigjet tyre bazave, dhe në moment që kundërpërgjigjesh tyre bazave, atëherë çfarë do thotë? Neve kemi një marrëveshje të përbashkët të mbrojtje. Pra në këtë moment ti nuk je më aleati, ti nuk mund të luash më asnjansin. Ti je aleati imi në luftë kundër Iranit. Pra për t'i futur vendet arabe në luftë kundër Iranit, pra sërish kolonialistët perëndimor vazhdojnë me idenë e përçasjes së ndodh. Pra, t'i fusim sunitët në luftë me shiitët. Dhe edhe kjo marrëveshje që ofrohet nga Arabia Saudite është e ndikuar nga qarqet politike dhe kryesisht të spionazhit, pra të CIA-s në Arabinë Saudite, për ta futur edhe Arabinë Saudite në këtë lojë, që në momentin që njëra nga bazat amerikane sulmohet, pra baza Al-Udeidës, ne kemi një marrëveshje edhe pse nuk është sulmuar asnjë bazë amerikane në Arabinë Saudite, që nuk ka, janë baza të vogla, atëherë edhe Arabia Saudite është e detyruar të bashkangjitet kësaj lufte të Amerikës nesër kundër Iranit. Pra, është një mashtrim që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke i bërë, duke i futur në kurth të gjitha këto vendet arabe për t'i përdorur nesër për luftë kundër Iranit. Pra sërish kolonializmi për çfarë sundo. Tidan, ndërkohë, pavarësisht se dhe regjia duhet ta kemë atë lajmin e Wall Streetit që doli dhe që e përgënjeshtroi menjëherë Donald Trump, që tha që administrata Trump ka lejuar përdorimin e raketave me rrezet gjatë, e mohoi shtëpia e bardhë vetë presidenti Trump. Ndërkohë e denoncon, domethënë, si një deep, është një fake news shumë i madh. Deep, pra është range. The Wall Street Journal story on the USA's approval of Ukraine being allowed to use long-range missiles deep into Russia is fake news. Kështu që kjo, për sa i përket asaj që do të lejoheshe, po ndërkohë mbeti në fuqi Dritan lajmi i Scott Bessent që parajmëronte se do shpallen, le të themi, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dy kompanit kryesore të naftës ruse do shpalleshin, si ta them, non grata për ata që na kuptojnë. Shikoj, para kjo që po shihni në ekran, pra kjo deklaratë e Trumpit, ka dy gjëra të vërteta. E para, nuk ka aprovim për përdorim të raketa me rrezet gjatë veprimi, për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë dhënë tashmë raketa me rrezet gjatë veprimi. Pra në momentin që ja jep raketën, i jep edhe miratimin e përdorimit. E tha Trumpi vetë. Duke qenë se si kanë dhënë raketë, ne si kemi dhënë, tha, dhe po t'i japin duhet një vit që ta mësojnë ata që ta përdorin, do duhet jemi na. Nuk bëhet vetëm për lavt për Tomahawkun. Kurse Ukraina ka kërkuar rakete me rrezet gjatë përdorimi nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Po. Antarët NATO-s. Dhe kjo kërkesë ka të bëjë me Anglinë direkt, pasi Anglia posedon disa raketa Tomahawk. Ka Anglia raketa Tomahawk. Anglia ka disa raketa Tomahawk dhe kërkesa që i bëhet direkt, pra pas specifikuar Anglinë, ju bëhet vendeve të Bashkimit Evropian, koalicionit dhe drejtuar koalicionit të vullnetshme. Po. Pra është për këtë arsye që të marrë këto raketa angleze për të përdorur dhe për të shtuar edhe raketat e tjera angleze Storm Shadow. Storm Shadow është përdorur dje, një raketë Storm Shadow nga ukrainasit dhe
edhe kjo raketë që është përdorur, pra është përdorur me personel britanik, për arsye se nuk mund të përdoret në personel është përdorur me personel britanik. Të gjitha raketat Scalp. Pra këtë e ka kërkuar në samitin e BE-s dritan, se po e ka kërkuar në samitin e BE-s. Raketat Tomahawk që i posedon Britania. Për këtë bëhet fjalë. Për këtë bëhet fjalë. Prandaj edhe Trumpi thot në fund që ne nuk kemi të bëjmë fare me ato raketa, kushdo që mund t'i japë dhe nga vinë ato. Tondi? Ose se mund t'i përdori Ukraina. Pra, kjo është ajo Trumpi që Tomahawk të Anglisë, pra ja ka dhënë Anglia, ne s'kemi të bëjmë me to. Pra ky është sqarimi që bën. Ky është mashtrimi, nuk është sqarimi, sepse ndërkohë Tomahawkët janë amerikane, pra janë raketa amerikane të dhënë Anglisë. Dhe ti për të dhënë një mjet ushtarak, çdo lloj pajisje ushtarake, për t'ia dhënë një të tretit, të duhet miratimi i vendit që ta ka dhënë atë në fillim fare. Kjo është procedura. Pra kjo është procedura. Pra Trumpi në këtë arsye, në këtë moment, në këtë fjalën e fundit, është duke i dhënë leje Anglisë që ju bëni çfarë doni mund t'ia jepni, pra kjo është leja që jepet Anglisë për t'ia kaluar ato Ukrainës. Po, e qartë. Sepse kur thotë, nuk kemi të bëjmë asnjë nga do që vinë ato. Pra, raketat Tomahawk prodhon vetëm Amerika, nuk prodhon asnjë vend tjetër. Pra unë ti kam dhënë ty. E qartë. Ti ke lejen time të japësh kujt të duash. Tondi? Dhe ti përdori ai si do. Në një farë mënyrë dhe ti po e jep lejen. Dhe ai ti përdori si të doj. Pra ti po i jep lejen. Prandaj gjithë kjo që është një mashtrim, ndërkohë që ti po ja jep lejen. Nuk po jep leje për përdorimin me rrezet gjatë, sepse po jep ti nga raketat e tua. Por këto janë sërish raketat e tua që ti ja ke dhënë një vendi tjetër aleatit tënd dhe aleati ja jep një të treti. Dhe sërish duhet miratimi jot për përdorimin e tyre. Pra në një farë mënyrë nuk ka gënjur Wall Street, jo? Jo, nuk ka gënjur Wall Street. Pra në një farë mënyrë Wall Street po nxjerr në pa mashtrimin dhe Trumpi po i ndihmon Wall Streetit për këtë mashtrim. Pra për të demaskuar vetveten me anë të këtij mashtrim. Ky është një demaskrim që Trumpi po i bën vetvetes. Ndërkohë, dritan, nëse ka ndodhur kjo, ka ndodhur dhe thash ajo shpallja non grata apo nga Medvedevi është cilësuar shpallje lufte ky vendimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur dy kompanitë. Vendimi për të goditur Lukoilin dhe Rosnefin janë dy vendime të futura në listën e po pse kaq i rëndësishëm? Pse me kaq? Sepse janë futur në listën SDI. Është një listë e veçantë, kjo lista SDI, e cila ka të bëjë që ti nuk sanksionon vetëm kompaninë, por sanksionon edhe nën kompanitë të tjera që funksionojnë me të. Pra sanksionon edhe të dytët, palët e dyta. Pra, kjo listë ka të bëjë në momentin që ti më sanksionon mua, pra vetëm mua jemi dakord. Ndërsa kompanitë e tjera që mbërën me mua nuk i ke sanksionuar dhe unë e shes naftën nëpërmjet këtyre tjerave. Kurse kjo listë e veçantë, ky lloj sanksioni është që ti fut edhe të gjitha kompanitë e tjera që punojnë. Dhe problemi më i madh është ka lindur me Gjermaninë. Për arsye se Rosnefi ka në Gjermani dy kompani të cilat përpunojnë naftën e Rosnefit dhe janë pjesëtarë të Rosnefit, pra kanë edhe përqindje në kompaninë Rosneft. Dhe edhe këto dy kompani sipas kësaj, sipas këtij vendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, hynë direkt në sanksione dhe për këtë arsye ka dalë dje Merci dhe ka thënë që për dy kompanitë që janë nën kompani të Rosnefit, kompanitë gjermane, do të hyjmë në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës që të hiqen nga sanksionet. Tondi, sepse janë kohë në rast se këto ju hiqen, automatikisht kemi një rënje, pra në rast se kjo bie, këto se nuk marrin dot më naftë, siç po merrnin nga Rusia, automatikisht mbyllen shumë fabrika dhe uzina të tjera. Te Gjermania vazhdon të marrë naftë nga po, vazhdon të naftë të papërpunuar dhe e përpunon vetë. Janë dy kompani që e përpunojnë në Gjermani dhe e marrin nga Rosnefi, sepse janë kompani të cilat kanë përqindje në Rosnefin, në disa pika ku nxirret nafta në Rusi nga Rosnefi. Dhe prandaj problemi më të madh ka shkaktuar për të dytët dhe jo për të parat. Po ndërkohë edhe India, Kina India dhe Kina vazhdojnë, pra Kina deklaroi që do të vazhdojë, pra nuk do ndryshojë, edhe India nuk është deklaruar, po vazhdojnë të marrin për arsye se njëra nga kompanitë indiane që është nën sanksione të njëjta, është një kompani indiane, ja harrova emrin, të më falni, kërkoj falje, që kam harruar emrin. Është një kompani indiane e cila ka bashkëpunim me Lukoilin, pra jo me Rosnefin, me Lukoilin, Lukoili ka bashkëpunim me Lukoilin dhe është edhe një kompani tjetër indiane e cila 50% të kompanisë indiane i posedon Rosnefi. Dhe ajo kompani është vënë në sanksione vitin që shkoi. Pra është një kompani nën sanksione dhe ka vazhduar të bëjë, pra nuk e ndërpret ajo këtë sepse është aktualisht nën sanksione për këtë punë dhe ka vazhduar të marrë. Prandaj nuk është se ndikon qamet tek këto. Të dyja këto kompanija, të cilat indiane, të cilat vazhdojnë të marrin, kanë aksione dhe përqindje te kompanitë ruse dhe kompanitë ruse po ashtu kanë aksione dhe përqindje tek kompanitë indiane. Pra bashkëpunimi i tyre në çdo moment që është vënë sanksioni kap edhe ato, por ato kanë vazhduar bashkëpunimin në mënyrë të pandërprer. Dhe unë besoj që do ta vazhdojnë. Nuk ka përndryshuar gjë. Biles Trump tha do ta shikojmë pas 6 muajve sa do ndryshojë.
Unë nuk besoj që do ndryshoj gjë, për arsye se tashmë indianët kanë filluar edhe paguajnë me yuan. Pra problemi i sanksioneve është që ti nuk mund të qarkullosh parat. Yuan çfarë është? Yuani është paraja, është leku kinez. Dhe çfarë kanë bërë tashmë? Ti po dedollarizohet tregu. Pra tregu i energjisë në botë po dedollarizohet. Të gjitha vendet që po blenë energji elektrike nga energji të ndryshme, pra karburant, gaze, gjitha tjerë që blen nga Rusia, po e paguajnë atë me yuan. Pra aktualisht është bërë si një monedhë e vetë me yuanin me cilën paguhet, me yuanin kinez. Dhe Kina ka ndërtuar një sistem të veçantë SWIFT-i, e ka ndërtuar që para 10 viteve, por ka hyrë në funksion këto 3 vitet e fundit, me shumicë madhe, është një SWIFT më efektiv, më i shpejt, më reliable për të gjitha pagesat dhe funksionon për gjitha vendet e tjera. Pra këtu jemi te ndarja e Putini biznesit. Fakt do ketë më shumë efekt. Absolutisht do ketë më shumë efekt. Është dedollarizim. Absolutisht do ketë më shumë efekt në aspektin tjetër, sepse tashmë jemi në atë botën bipolare. Më përpara nuk kemi pasur botë bipolare, se gjithçka pavarësisht e quanin botë bipolare